Dhe zotin Berisha e kam parë pothuajse jo të investuar drejt për drejt për t'i bashkuar këtë gjë. Dhe kur pretendohet për të bërë bashkimin e gjitha forcave ose gjitha copëzave që ishin pjesë e Partisë Demokratike, kjo tregon që bonsensi i Berishës është mbyllur pak a shumë deri tek pragu i tij. Dhe ne nuk pretendojmë për të pasur vetëm pjesën ekstreme ose pjesën besnike e familjes Berisha, e cila apo disa demokratëve që pretendojnë që erdhi pushteti tek Berisha dhe për arsye konjunkturash janë bashkuar atij. Ne kritika ime është që zoti Berisha ka bërë shumë pak për hir të vërtetës për t'i bashkuar këto pjesë dhe për të krijuar një parti e cila reflekton të gjithë koloritin, të gjitha ngjyrat. Pra, edhe ata që kanë një mendim ndryshe ndaj zotit Berisha, që kanë një mendim ndryshe për faktin, për pozicionin që ndodhet Berisha, sepse tashmë ne duhet dim një gjë. Berisha si kanë rënë të gjitha libit. Soros i ra, administrata demokratike ra, tashmë në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës erdhi Donald Trump, erdhi pragmatizmi i Donald Trumpit, dhe është shumë thjesht për ta zgjidhur ngërçin që ka.